9 sekrete të namazit të natës. Pasi ti njohësh këto sekrete, nuk do ta braktisësh më kurrë namazin e natës, me lejen e Allahut. Sekreti i parë. Namazi i natës është shkak për pranimin e lutjeve. I dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam ka thënë: Zoti ynë i bekuar dhe i lartësuar zbret çdo natë në 1/3 e fundit të natës në qiellin e kësaj bote dhe thotë: Kush më lutet që t'i përgjigjem? Kush më kërkon që t'i jap? Kush më kërkon falje që ta fal? Mos i humb këto qaste madhështore. Thuaj nga zemra: Unë jam o Zoti im, unë jam ai që lutet, që kërkon dhe që pendohet. Pranoje pendimin tim, më jep nga mirësitë tua. Lutu për çfarë të duash, sepse Zoti yt ka premtuar përmbushjen e lutjes. Sekreti i dytë. Namazi i natës është rruga jote drejt xhenetit. Allahu i madhëruar thot në suren El Furkan: Robërit e të gjithë mëshirshmit janë ata që ecin thjesht nëpër tokë, dhe kur të paditurit i sulmojnë me fjalë, ata përgjigjen: Paqe qoftë. Dhe ata që e kalojnë natën duke ju falur Zotit të tyre në sejdë dhe në këmbë. Këta robër i luten Allahut që t'i shpëtojë nga dënimi i xhehenemit, dhe ai i shpërblen me banesa të larta në xhenet si shpërblim për durimin e tyre, duke i përshëndetur me paqe dhe selam. Në një hadith profeti sallallahu alaihi wasallam i përshkroi këto banesa duke thënë se banorët e tyre shihen në xhenet ashtu siç shihet ylli i ndritshëm në qiell, që do të thotë se janë në grada shumë të larta. Allahu gjithashtu thot në suren Es-Sejdë: Ata ngrihen nga shtrati, i luten Zotit të tyre me frikë e shpresë dhe japin nga ajo që ju kemi dhënë ne. Askush nuk di se çfarë gëzimesh janë fshehur për ata në jetën tjetër, si shpërblim për punët e mira që kanë bërë. Pra shpërblimi i tyre në xhenet është përtej çdo imagjinate. Siç thuhet në hadithin kutsi: Kam përgatitur për robërit e mi të mirë atë që asnjë sy nuk e ka parë, asnjë vesh nuk e ka dëgjuar dhe asnjë zemër njerëzore nuk e ka imagjinuar. Sekreti i tretë. Namazi i natës të ndalon nga mëkatet dhe i shlyen gabimet e mëparshme. Të gjithë kemi mëkate që dëshirojmë t'i lëm pas. Dije se namazi i natës të ndihmon të largohesh nga mëkati dhe i shlyen gabimet e mëparshme. Profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë: Mbahuni fort pas namazit të natës, sepse ai ishte zakoni njerëzve të mirë para jush, afrim tek Zoti juaj, shlyerje e mëkateve dhe ndalim nga e keqja. Me namazin e natës, njeriu largohet nga mëkati që e ka lodhur dhe Allahu ja fal gabimet, sepse ai është falës edhe bujar. Sekreti i katërt. Namazi i natës i shumëfishon shpërblimet. Profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë: Kush fal namazin e natës me 10 ajete, nuk shkruhet ndër të shkujdesurit. Kush falet me 100 ajete, shkruhet ndër të përkushtuarit. Dhe kush falet me 1000 ajete, shkruhet ndër El Mukantarin. El Mukantarin janë ata me shpërblim të jashtëzakonshëm, madhësinë e të cilit nuk e di askush veç se Allahu. Sekreti i pestë. Namazi i natës e shton besimin. Allahu i madhëruar thot: Natyrisht, adhurimi natën vepron më fuqishëm dhe fjala është më shprehëse. Adhurimi i natës sjell për ulësi dhe sinqeritet. Kur zemra ndikohet, besimi shtohet, dhe kur besimi shtohet, njeriu forcohet kundër vetes dhe kundër shejtanit të tij. Sekreti i gjashtë. Namazi i natës është namazi më i mirë pas farzit. Profeti alayhi salam ka thënë: Namazi më i mirë pas namazeve të detyrueshme është namazi i natës. Ai alayhi salam ishte i rregullt në këtë adhurim, sepse ka shpërblim të madh dhe është sunet i qëndrueshëm. Sekreti i shtatë. Namazi i natës sjell dritë shpirtërore dhe sukses. Allahu thot në hadithin kutsi: Robi im vazhdon të më afrohet me vepra vullnetare derisa ta dua. E kur ta dua, bëhem dëgjimi i tij me të cilin dëgjon dhe shikimi i tij me të cilin sheh. Kush është i rregullt në nafile, fiton dashurinë e Allahut, dhe kush fiton dashurinë e tij, udhëzohet dhe ka sukses në çdo punë. Sekreti i tetë. Namazi i natës e plotson mangësinë e namazeve farz. Profeti alayhi salam ka thënë se Allahu u thot engjëjve: Shikoni nëse robi im ka namaze vullnetare, që me to të plotsohet ajo që i mungon farzit. Namazi i natës është ndër nafilet më të mëdha që plotsojnë mangësitë e namazit. Sekreti i nëntë. Namazi i natës e lartëson gradën dhe nderin e besimtarit. Gjibrili i tha profetit alayhi salam: Dije se nderi i besimtarit është qëndrimi i tij në namaz gjatë natës. Nderi dhe lartësimi i besimtarit tek Allahu vijnë nga namazi i tij i natës.
O Allah, na bëj prej atyre që falin namazin e natës.